raportin e shkuar të Europolit, grupet shqiptare nuk cilësoheshin më si grupe lokale, apo le të themi kështu, që kanë të bëjnë vetëm me Shqipërinë dhe vendet që rrethojnë Shqipërinë, pra vendet fqinje, por në raport përmendej dhe theksoi që grupet shqiptare kanë arritur të deportojnë në shtetet të tjera të Europës, bëjnë të mundur dhe kanë arritur të hynë aq thellë në trafikun e drogës, duke shkuar vetë atje ku merret edhe vetë lënda, duke qenë të pranishëm në vende si Ekuadori apo vende të tjera të Amerikës Latine që bëjnë të mundur prodhimin e lëndës narkotike dhe marrja nga Amerika Latine, më pas sjellja drejt dhe transporti, pra duke kaluar kështu të gjitha fazat e trafikut vetë përmes një grupi. Edhe është sofistikuar, mënyra se si ata i trafikojnë. Herën e fundit që kemi diskutuar ka qenë të rregjura në lukurën e baktive. Është sofistikuar shumë mënyra se si bëhet edhe transporti, por është sofistikuar dhe le të themi kështu që edhe në raportet e ndërkombëtarëve theksoi që grupet shqiptare janë bërë tashmë shumë të sofistikuara, janë grupe shumë të mirë strukturuara, me role të përcaktuara saktësisht se çfarë do të bëjë secili prej tyre